Sa I përket çështjes zotit Muftari, duke të adresu edhe këtë pyetje, unë nuk do ta quaja shkarkim. Vebi Muftari është shkarkuar nga detyra e ambasadorit e Kosovës në Vatikan. Muftari është shkarkuar nga kjo detyrë në një periudhë kur në vendin tonë pati shumë zhvillime politike e institucionale. Por ky shkarkim I Muftarit duket se nuk erdhi rastësisht në këtë kohë, por pikërisht për faktin se ushtruesja e detyrës së presidentes Albulina Agjiu thuhet se kanë nisur që të largojë emra të ndryshëm të diplomacisë e të cilët kishin lidhje me ish-presidenten e Kosovës Vjosa Osmanin. Ky është shkarkimi I parë I Albulina Agjiut që nga marrja e detyrës së ushtruese detyrës së presidentes, ndërsa është paralajmëruar se do të ketë edhe shkarkime të tjera. E largimin nga kjo detyrë e ka konfirmuar edhe vetë Muftari. Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se ka pranuar dekretin e ushtrueses së detyrës së presidentes Agjiut për lirimin nga detyrat e tij, detyrë të cilën ka thënë se I ka shërbyer çdo herë me përkushtim pa kërkuar kurrë shpagim. Ai ka falendëruar presidenten Osmani për besimin dhe të gjithë për përkrahjen, si dhe Selinë Shenjtë për dashurinë që ka dhënë se e ka mirë pritur dhe I ka ofruar bashkëpunim. Muftari më 26 janar 2024 ishte emëruar udhëhec I misionit të Kosovës në Selinë Shenjtë. Deri në atë kohë Muftari ka shërbyer si këshilltar I ish-presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit. E ky emërim I tij si ambasador ishte bërë pak kohë pasi Osmani më 12 janar kishte njoftuar për hapjen e këtij misioni të posaçëm të Kosovës në Vatikan. Asë kohë Osmani kishte vlerësuar se njohja e Kosovës nga Selia e Shenjtë do të ndikonte në fuqizimin e mëtejmë të shtetësisë së Kosovës dhe në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.